Përcënimi i presidentit Trump për dyfishimin e tarifave të planifikuara për 25% për importin e aluminit dhe çelikut kanadez bëri që qeveria provinciale e Ontarios të pezulloj tarifat e planifikuara për energjinë elektrike që i shet Shteteve të Bashkuara. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Tregtinë tha se si rezultat i kësaj, presidenti tërhoqi vendimin për dyfishimin e tarifave për çelikun dhe aluminin. Ai tha se qeveria federale ende ka në plan që të vendosë një tarif prej 25% për këto importe, duke filluar nga e mërkuara. Zhvillimet e së martës sollen një fitore për presidentin Trump, ndërsa janë shtuar shqetësimet mbi tarifat, çka është vënë re tek rënja e bursës amerikane dhe zërat për recesion. Kritikët thonë se lufta tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas mund të ndikojë tek ekonomitë e dy vendeve. Presidenti Trump shkroi të martën në mëngjes në rrjetin social Truth Social se kishte udhëzuar sekretarin e tregtisë që të vendosë një tarif shtesë prej 25% për çelikun dhe aluminin kanadez që do të hynte në fuqi të mërkurën në mëngjes. Vendimi ishte reagim ndaj qëndrimit të provincës së Ontarios që vendosi një tarif 25% për energjinë elektrike që Kanadaja eksporton në disa shtete amerikane. Kryeministri Ontarios tha të martën pasdite se kishte marrë një telefonat nga sekretari amerikan i tregtisë dhe pas një bisede me të, kishte rënë dakord që të hiqte tarifat shtesë për energjinë elektrike. Zoti Ford tha se ishte i bindur që presidenti amerikan do të anullonte gjithashtu dyfishimin e tarifës së çelikut dhe aluminit kanadez. Presidenti Trump sugjeroi të martën se tarifat ishin kritike për ndryshimin e ekonomisë amerikane, pavarësisht rënjes së bursës. Udhëheqësia amerikan i ka përsëritur gjithashtu thirrje që Kanadaja të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara, çka ka zemëruar udhëheqësit kanadez. E vetmja gjë që ka kuptim është që Kanadaja të bëhet shteti ynë i dashur i 51, shkroi presidenti Trump të martën. Kjo do të bënte që të gjitha tarifat dhe gjithçka tjetër të zhdukeshin plotësisht. Kryeministri i jashtëm i Kanadas, Mark Carney, ka thënë se qeveria e tij do t'i mbajë në fuqi tarifat derisa amerikanët të tregojnë respekt dhe të angazhohen për tregtinë e lirë, pasi presidenti Trump tha se Kanadan e priste një shkatrim financiar historik. Zoti Carney i konsideroi tarifat e reja amerikane si sulm ndaj punëtorëve, familjeve dhe bizneseve kanadeze. Qeveria ime do t'i mbajë në fuqi tarifat tona derisa amerikanët të tregojnë respekt dhe të angazhohen në mënyrë të besueshme për tregti të lirë dhe të ndershme, shkruante zoti Carney në një postim në rrjetet sociale. Kanadaja po planifikon tarifa hakmarrëse në përgjigje të tarifave specifike të presidentit Trump ndaj çelikut dhe aluminit kanadez. Ato pritet të shpallen të mërkurën.